au kon halitin shup. Çdo dëshmitarit au kon halitin shup. Qysh është shkru atje? Çka shumë brezgoske, kur hekin sallë, hekin me shpinë qështu. Për këto 1489 ditë gjykim që është marrë deri në ditën e sodit, gjykata edhe sot e kësaj dite e prolongon, e shtyn për me marrë në pyetje një dëshmitar tjetër që u konë shumë e sakt, edhe u konë dëshmitar okulare në vramjen dhe masakrën e familjes Krasniqi që e ka bo. Shkojmë, presim, tash gjykata edhe sa kohë që shkon, pra janë 1489 ditë që jam në qëto punë, qëto dëshmi që jem të i dhonë. E vlerësoni të panevojshme edhe rihapjen e gjykimit edhe për një Shumë e panevojshme. Është marrë në pyetje, 3 herë është marrë Nurie Krasniqi për masakrën që ju kanë bo familjes Krasniqi, Morinc edhe të Shalanëve. 3 herë është marrë në pyetje. Herën e parë kur ka dëshmu, këta nuk ishin të gatshëm për me bo pyetje, kundër pyetje këta avokate Panderit, dërsa dytën dhe tretën herë u munëshin atje me gjithë spica ato. E sidomos fjala përfundimtare me 21 të mujt, të martën e kalume, krejt, pik, pres, fjalit ngusht, zgjerume që e ka bo mbrojtësi i të Panderit, tanat pa vërteta. Krejt pa vërteta. Mi ka nalë proces verbalet që janë majtë prej 8/7/2022 dita sotit, tanat asnjës mi kanë dhanë. Kom dyshim të madh që atje krejt diçka tjetër u shkru, këtu është bo krejt një pyetje tjetër. Au kon halitin shup. Çdo dëshmitarit au kon halitin shup. Qysh është shkru atje? Amani të këshyqë ato. Dhe masi që e ka lëshua kryetari trupit gjykus, Valon Kurti që është arë kjo kryetarja trupit gjykus, Valbone Donika Shala Abdyli, kjo ka fillu më në edhon ato procese për çdo seancë që është marrë. Asë një proces verbal. Cili ka qenë arsyetimi? Këto duhet me pyet ato. Duhet pyetet Valon Kurti pse asnjë, edhe plus asaj. Çka shumë brezgoske, kur hekin sallë, hekin me shpinë qështu. Ata e pat familjet ati. Familjes edhe Morin, Krasniq, Husa e ku të kokën këtu. Shala, presim që t'jep dënimin e meritum. Dënim maksimal. Dënimin maksimal e pres Panderut që t'jep. E kim prit sot, ku jemi?